Ka ardhur bukë me gjathë në një rrugicë që ngjan sikur je përsëri atje tek mrizi, nuk është vetëm bukë me gjathë. Vaj mrizi zanave, po është gjithë mrizi këtu. Dhe është plot. Dua të shikoj pak pa bezdisur njerëzit që po hanë, edhe janë për qef të tyre, ç'a bëhet ke dyqani? Mbyllet 22. Wow. Ishte pa parë. Ata janë pa parë. Janë të pa parë, nuk e di, si është. Dhe është ora 1. Është plot, sa po është hapur. Ja dhe shtëpia. Mirë se u gjej, si jeni mirë? Po plot, sa ti tu pëlqeu hapët ju? Mirë, si jeni, mirë? Mirë, faleminderit. Ne jemi fabrika e majit Vlezit Bezati. Aha. Alpini na ka dhënë këtë mundësi për të prezantuar ku me Sa mirë, e pash, e lexova, nuk e kuptova tani, mendova si ishit brizi, se unë po vi për herë të parë këto. Po vi për herë të parë, po këtu s'pas ka vend sa e ka një ringen, është plot fare, të ulemi të kërkojmë Altinin. Është Altini brenda? Vemi e kërkojmë atëre. Vajnë do e përvojmë pasaj që të mos bëjmë pis. Ju vaf të mbar. Shumë faleminderit. Ju, të cilit vend jeni? Fshatin Kryekuq të Divjakës. A jeni të Divjakës? Mrekulli. Sa mirë që është bashkuar fishta me Kryekuqin? Na e ka dhënë këtë mundësi. Bravo. Ka puna akoma, s'ka gjë, hajde, të thëmë Altinin. Si jeni mirë? Ju gjej, unë kudo që veni. Erdhe, më bë shumë qefi që të pash sërish. Unë nuk e tratova mundin. Bravo. Shumë i zënë. Bravo. E di kush është? E di kush është? Është një vajzë e jashtëzakonshme që ka dhënë një intervistë që mua më ka ngelur në mendje. Atëherë folëm ti anglisht, unë italisht, flisnim dhe tregonim një histori që po unë të mendoja tani kishe ikur. Jo. Si ke? Nuk ik nga këtu. Kush ikën nga Altini? Ja, pse iki unë nga Altini? Ja. Mirë se të gjetëm njerë, po si këtu pas ka shumë punë, sa nuk ta ka nge njerinave. Ua sa bukur, bravo. Ne pa bezdisur njeri, vemi diku ku se jo s'ka gjë, vazhdoni, u ikim ne. Mua se që mu desh era me këpus me taka, po e di pse, sepse mendova që do futesha te restoranti, unë nuk e lajmërova fare Altinin. E dija që ishte plot, po nuk e dija fix ku ishte, si përfundim erdha, plot është, nuk është hapë restoranti, që ka ndodhur aty brenda? Aty brenda ne do ta bëjmë dyqan, një restorant. Nuk është restorant? Nuk kemi restorant në Tiranë. Atëre, ky nuk është mrizi zanave i Tiranës. Ky është mrizi zanave i Tiranës në konceptin urban, po jo restorant. Do të bëjmë street food, ushqim rrugët, në stilin urban si koncept, por ushqimi mirë me gjalp fshatit e këta, kurse pjesa dyqani do të jetë, pjesa tjetër do të jetë dyqan. Atje ku unë kisha idenë që është restorant, është dyqan. Dyqan me produktet tona. Dhe obori është për të pirë gotë ven, një obor tipik Tiranës. Ne nuk kena dashur me hap restorant për një arsye të vetme, që nuk duam të prishim ekosistemin që kemi ndërtuar në Fisht. Sepse janë shumë njerëz që janë të lidhur me njëri tjetrin përveç produktit, sa unë mendoj se një hapje restoranti në Tiranë mund ta kishte dëmtuar pak mrizin në Fisht. Dhe nuk duam ta bëjmë këtë gjë, sepse aty janë shumë njerëz të lidhur varg me njëri tjetrin dhe dua shumë që njerëzit ta kenë akoma të dëshirën marrë në fshat për të restoranti. Kurse këtu është diçka urbane, shpejt, një gotë verë në dorë mas parkut. Çfarë tamam është këtu? Çfarë do të? Atëherë, përveç faktit që sa yra, më pëlqeu jashtëzakonisht që dikush ishte vaj dhe si ti, dhe s'është as fishta, po ishte Divjaka. Po, ne do ftojmë disa nga këta. Kështu, nesër kemi një prodhues me xheladeti që do të sjellë xheladetit këtu. Ja. Po. Po do vi nesër. Duhet jemi një arenë ku e ekspozohet produkti shqiptar dhe bëhet edhe pikë takimit për këto evenimente. Edhe përveç asaj flitet për produkt, flitet për cilësitë produktit shqiptar dhe duan atje na zoni i prodhuesve në kryeqytet. Dhe mos me humb kur nga fokusi aty që kemi pas gjithmonë. Do të thonë ata të vinë tek dera të presin prodhues, ndërkohë çfarë ndodh këtu? Këtu është bukë e gjatë.
këtu pihet një gotë verë me djath, pastërma, produktet tona, kurse street foodi si koncept do qëndrojnë në dorë, domethënë jo se tu ulesh në obor, po ta marrësh në dorë, sepse është ushqimi i rrugës. Ne kemi dashur shumë që gjejmë një shtëpi tjetër. Po thjesht një dras ku ti mbështetesh me har ushqimin e rrugës, domethënë, por ama poshtë limonave dhe jo një fast food banal, po diçka ku ha ushqimi mirë. Siç e dëgjon edhe zërat e njerëzve, njerëzit e nxumët, lumtur, po festojnë në gotë vend edhe po i gëzon oborrit, kjo është ideja. Po pra, ti gëzohesh oborrit. Po gjete këto obor kaq të bukur. Jam shumë i lumtur. Un kam 3 vite që si jemi pret. Kam 3 vite që nuk hap dyqan në Tiranë sepse kam dashur me gjetë vendin perfekt. Vendin që kam dashur me gjetë një shtëpi vete të Tiranase dhe pata fatin takoj një familje shumë të mirë që kishin këtë dhe kemi ranë idea vash që ta sfumojmë për duke bërë diçka të tillë, pa ja prish identitetin dhe pa hap restorant për ta dhunuar objektin. Kjo është ideja. Mos ke së shprekur asgjë. Jo fare, vetëm aq, po kemi vazhduar të njëjtin kaldram, siç bëi dikur, kemi marrë mjeshtrat vjetë ta vazhdojmë edhe ka pjesa tjetër. Që të rregullohet. Që të dali bar dhe kaldram guri, siç kanë qenë shtëpitë e vjetra Tiranase. Ja, kjo është. Dhe kjo nuk është vetëm shtëpi e vjetër Tiranase, po dhe shtëpi e njohur Tiranase. Po, janë familja Rasaneve, një familje shumë fisnike. Edhe ky objekt është vetëm 1/6. Kjo ka qenë një shtëpi shumë e madhe që shkon deri tek instalacioni i trombetave, trombave, si quhet, që është pak përtej. Ka qenë një shtëpi gjigande, edhe aty ku kam bërë street foodin unë sot kam përshtypjen se mund të ketë qenë një tip hangarit ku ka qenë parkingu i kuajve kur vinin familjet fisnike dhe lidhen aty kuajt para se me hyjnë në obor. Kjo është ideja. Historia e vilës, e cila është fshehur mes shumë pallateve, po nuk e fsheh asgjë. Ato që shkëlqen, nuk fshihet. Madje po shikoj edhe dritare të njohur në kinematografi. Tani këtu do sillen me pak pata. Do vi dhe këtu ato. Edhe ne pul në probor do ta kemi, se dua se të kemi pak atmosferën atë nuk mund rri këtu ndryshe në Tiranë. Do vish të shoqëruar. Do merresh vet apo nuk ikën. Unë do rri edhe këtu dhe në Fisht, padyshim. Kjo gjë për ne është shumë e rëndësishme sepse na krijon stabilitet për gjithë prodhuesit edhe të zonës time, po jo vetëm. Kështu që na duhet është domosdoshme, ne na duhet dyqan me kohë sepse ne transportojnë nëpër shtëpiat njerëzve shumë herë me furgon. Por mendojmë se është më bukur që njerëzit vinë ta blejnë, duhet qytetarët e Tiranës vinë ta blejnë vetë, mos të obliguar asnjë sasia të blerjes, të marrin atë çfarë duan. Edhe të jetë vitrinë për produktin. Domethënë në një farë mënyrë këtu nuk do jenë vetëm afër Mrizit, po afër gjithë konceptit, ides që ka Mrizi. Po kjo është. Dhe kjo është arsyeja pse unë erdha tek ti për të hapur vitin, që të na vej mbar, edhe neve që mendojmë njësoj, unë në farë mënyrë mendoj njësoj si ti, po unë thjesht flas, nuk bëj dot. Jo, ti ke bërë shumë, me thënë drejtën, se ke qenë zëri shumë prodhuesve, fermerëve, gastronomëve interesante. E bojnë këtë në mënyrë shumë naturale, pa fe përfitimit, se asnjëherë nuk ka ndodhur që ti të më thuash ai ti do bëjmë këtë gjë, po është më e kështu. Siç ndodh shpesh në disa media, kështu që jam shumë i njohur për këtë pjesë, sepse ke qenë dritare, tamam dritare për shumë zona rurale të Shqipërisë, duke thënë demokraci, domethënë duke thënë zot voglit dhe atij që nuk ka mundësi të paguajë për këtë diçka. Dhe kjo është nevoja më e madhe që kam për këtë vit, që pavarësisht se si shkojnë gjërat me turizmin, me ndërtimin, me ekonominë, të cilat nuk varen prej nesh, ajo që është mikro dhe varet prej nesh, është për të dhënë atë që vendojmë. Dhe ti je një prej njerëzve që i ke dhënë zë faktit të asaj që është në tokë, të vidhet, serviret, të shitet, të monetizohet, të trajtohet me gjithë dinjitetin që ka. Si t'ja bëjmë këtë? Ne që në këtë vit ta bëjmë dhe të tjerë, të mësojmë dhe të tjerë. Ke mësuar pa fund, Mrizi është shkolla e madhe e kulinarisë, e turizmit, e dinjitetit të tokës. Por duhet më shumë, duhet e dalim, nuk mjaftojnë oaze të tilla. Kjo do jetë gjigande, nuk është oazë në fakt në koncept, po ne kemi nevojë që ata të zhvillojnë dhe të mos ikin. Fshatrat tona të mos dorëzohen. Unë dua shumë që kjo gjë të frymëzojë edhe të tjerë, që të fillojmë të flasim edhe për ushqimin e shpejtë rrugës, cilësor shqiptar, duke frymëzuar edhe shumë strukturat ngjashme të janë që ta bëjnë këtë gjë, domethënë duke çuar nivel. Shumë rëndësishme që ata çojnë nivel, që t'i themi që ushqimi dhe i byreku që merret në dorë të jetë me gjalp të mirë, edhe të ta ngrejmë siç bëj dikur, sepse para vajt grig në gjalp kishim. Po. Siç e bën francezët croissanti me gjalp të mirë, ta bëjmë edhe ne byrekun tek byrektorët, me çmim pak më të shtrenjtë, por që kur të vinë miqtë e huaj këtu, të hanë edhe ushqimin e rrugës të mirë. Dhe jo domosdoshmërisht ushqimi i rrugës do të jetë ushqim industrial. Mund të jetë ushqim elitar.
kjo është ajo qëllimi jonë dhe shpresojmë që këtë gjatë ta marrin dhe ta transformojë gjithkush nga kolegët e mi në Tiranë, që të bëjmë sa më shumë iniciativa të ngjashme, sepse ushqimi rrugës është ushqim trend sot në botë dhe duhet që të jetë cilësor dhe i mirë. Tamam, ti shkon në Francë dhe thua nuk mban mend patjetër restorantin ku ishe, se jo të gjithë i njohin restorantet franceze, po e din çfarë do marri ai atje, çfarë do hajë që është franceze. Dhe ne jemi shumë lartë me punë. Ne kemi gjëra, po nuk e, duhet të rrisim çmimin e rrugës, është pak a shumë. Po sa do pak. Sa do pak. Pa egzageruar, që të jetë aksesibël për të gjithë, por duke u dhënë mundësi njerëzve që mos hanë industri, po të hanë ushqim të mirë. Dhe ndërkohë të mund të shesë edhe ai që e prodhon, sepse ai po ikën, sepse nuk e shet dot, dreqë e mori dhe po ikën po e lë. Dhe gjithë kjo është edhe praktikësia tokave. Po. Fiks. Faleminderit. U baf mirë. Që kanë lënë punën. Po, na dul shumë. Ma një nga dashuria e njerëzve këtu afër, sinqerisht, janë të jashtëzakonshëm, lagje shumë fisnike dhe njerëzit që shikon aty në kom jashta, janë të gjithë njerëz shumë të bukur. Njerëz të bukur sepse disa për shembull lexoj nga një komente që thonë radha, atë pse rrin ato rradh për i sot bukë etj etj. Po unë ta garantoj ty që vetëm njerëzit fisnik rrinë në radhë. Mund të tregonte një mik jemi një histori shumë bukur, që nuk e di pastaj ti do e presish këtu, por shumë interesante. Jo, nuk do e pres, po në radhë, di pse kemi natë radhat se na kujtojnë kohën e radhave që s'kishim, megjithatë mirë, ti thua fisnike. Po thoshte për Titanikun. Kur u mbyt Titaniku, është nxjerrur një statistikë që personat që u mbytën më shumë ishin anglezët, për arsye se ato ishin të vetmet që qëndruan në radhë në rast emergjencë. Dhe ato ndryshe nga etnitë e tjera që u turrën to vunë para gratë fëmijët dhe netën rrallë si zotni. Dhe kur e panë se s'ka ma varka, kanë vu papionin, smokingun, dhe me një gotë verë ose një gotë konjak kanë pritur fundin e jetës, por me dignitet. Do të thënë, mendoj se radha është dignitet. Dhe po ta shikosh njerëzit që presin rrallë këtu gjithë njerëz fisnik. Dhe jam shumë i lumtur, sepse ndryshe ju ne jemi mësuar në Shqipëri dhe dim shumë mirë edhe ke aeroporti se si bëhet radha këtu. Radha këtu këne është piri. Kurse këtu këne jo. Njerëzit vinë, rrinë, edhe ka një varg të gjatë ku asnjëherë nuk ka debat. Edhe jam çudit shumë. Kjo tregon që publiku që na ndjek është publik fantastik. Dhe unë i vlerësoj, jam shumë i njohës. Sa e bukur se jo vetëm ka radhë, po dhe ata kanë respekt për radhën, se jo, duke kaluar në nivel tjetër, jo në radhat e dikurshme. Radha tani për shembull, si kush e prek radhën, ai që mendon se vlen më shumë, dhe ai thot futet pa radhë. Po pra, kjo është. Prish gjithçka. Prish gjithçka, po pra. Kjo është çështja. Po në fakt këtu nuk ndodh, dhe jam shumë i lumtur. Kështu që ke shumë çfarë merr në këtë vend, edhe etikën e punës, edhe dashurinë për tokën, por shumë çka tjetër. Prandaj erdha këtu që të bëj gëzuar dhe me një gotë verë të urojmë 2026-ën për njerëzit e punës. Kjo është ajo çfarë un kam merak dhe besim. E vetme që se të tharathon është puna. Puna jote e duarve tuaj, mendjes tënde, ajo është. Tani ke edhe një vend të bukur që e merr verën. Po do shkojmë ke Sandra që po pjek gështenja me betonjere. Shi. E kemi riciklu betonjeren dhe pjekum gështenja me betonjere. Sandra, do i shërasësh pak shtënja këtu? Ja, këtu kemi lopatën, karrocën, aty lejmë shtënjet pak nuj sepse mos thahen pastaj pjekje, dhe betonjerja. Dhe këtu është Sandra. Betonjerja është për gështenja. Betonjerja e Sandrës, po. Jo, pash që Sandra po bënte verë. Verë dhe gështenja. Verë dhe gështenja. Mirë se erdhën në Tiranë. Mirë se erdhën në Tiranë. Se me Sandrën u tregova ku ishit takuar. Sandra më ka bërë shumë shtyverën e kaluar. Më pëlqeu shumë dhe me aq shumë gjuhë që fliste me atë përkohshmërinë. Më duk se do ikte, kur sa më tha jam këtu prapta. Me bëjmë i gotë? Po, është fantastike. Ndërkohë, vera e Sandrës, ta jep Sandra apo e merr këtu? Atëherë vera e Sandrës është sezonale për dimër dhe është atje. Kurse këtu testoje pak kyt me zile, se këtu do dal verë tjetër. Ja, një sekond qa më del, ma mban pak këtë njeri. Dhe ja pse kemi shkruajtur Wine Garden, domethënë është kopshti i verës. Një sekond. O sa e bukur kjo, si ke shtëpia ime në larg. Më falë njeru, më bravo. Ja, se ta hape pak. Hajde, kaloni, vazhdoni jo. Semra voke.
Si e, faleminderit. Dgjoj, unë do ndjek në rrjetet sociale, banoj në Itali. Faleminderit shumë. A di për çfarë duhet të përshëndes më tepër përveç idesë që ke futur super origjinale etj, por tek fakti i transparencës. Pra, edhe ti ke ato sekretet tua si gjithë neve, por nuk është sekreti i biznesit vetvetes, sepse kjo është një proces. Me thonë drejtën jo vetëm aq, po më thonë shpesh për shembull kur duan të vinë ke Mrizi, disa me mësu. I them unë se duhen të hapin agroturizëm ose diçka. Unë i them troç. Hajdeni ku don, hajde rrini një javë atje. Edhe do shikoni çdo skut, edhe ju i këshilloj që të prekun me dorë punën dhe të futen në çdo sektor, në çdo skut që ekziston në Mrizi Zanave. Që ta kupton sa kollaj është kjo punë. Po, se është, ta kupton se është e vështirë, po ta kupton se nuk ka sekret përveç se punë. Çika me njërë, po mirë, nuk porositit ku që atë bardh. Aja, unë, po, edhe porosit, ka bërë dhe i rosit. Gëzuar. Atëre, nuk ka vend më të mirë, se sa vendi ku punohet dhe puna pëlqehet. Se nuk është vetëm puna të punosh, po edhe të pëlqehet puna jote për të bërë gëzuar. Paqim një 2026 me punë plot. Punë që pëlqehen edhe që shtohen. Nuk e di, kaq dua të them unë. Kalamara, doni thoni ndonjë gjë për 2026? Si t'jetë? Si t'jetë? Gëzuar, si t'jetë 2026? Se unë thash me punë, ju si e doni? Unë 2026 është shumë i bukur. Shumë i bukur 2026. Jo me lufta. Nuk do ma lufta, bravo. Fantastike. Gëzuar. Ja, e kjo na dha mesazhin më të mrekullueshëm, dhe nuk du ma lufta, tha. Duam paqe punë edhe Paqe punë i mirësi. jetë për vetë dhe fëmijët tanë. Gëzuar. Faleminderit.